marketing shumë i madh si një bloger dhe ti zë vendin aty. Nuk ka fytyrë. Po ti shau nuk do ta bëja. Po ti shau në Esmeralda. Vazhdon të kërkosh drejtësi. Shiko, nëse ka një tifoz në stadium do jetë përfaqësuesi të KZ-s. Nëse ka 100 prap ata do janë. Si ka mundësi që të shkon më shtrenjtë të blesh një biletë dhe të shkosh në stadiumin ton, sesa të presësh biletën e avionit, të marrësh dhe hotel, të presësh dhe biletën dhe pa ndeshjen. Edhe për 4 veta. Edhe për 4 veta. Po këtu dhe shitësit e flamujve i rrisin ditën e ndeshjes. Edhe ai shkrepse shet 5 elektoreja një shkrepse. Që ndezin cigare njerëzit. Stadiumi jonë funksionon vetëm 4 apo 5 herë në vit. Ndërsa stadiumet... Do janë lekët e gjithë vitit thua ti? Po, absolutisht. Pra e shkosa që stadiumi jonë mbahet, le të themi, në rrjet për ndeshjet e kombëtares, por ndërkohë gjatë kohës së pushimit të kombëtareve përdoret edhe për evente. Kam përshtypjen që gjithçka është parë në këtë formën e të bërit marketing të madh dhe përfitimit të sa më shpejtë të ardhurave. Nuk më duket normale për arsye se duhet marrë për bazë edhe të ardhurat për frym të popullit shqiptar, se fundja ne jemi ata që e ndjekim. Pra qytetarët janë ata që mund të jenë tifoza dhe mund të kenë mundësi për të shkuar për ta parë. Më bëri përshtypje vetëm diçka. Më bëri përshtypje tek po flisja me një antar të grupit të KZ, janë bërë dhe janë organizuar për të shkuar në Angli, janë të gjithë, le të themi, shtetas shqiptarë cilët jetojnë edhe punojnë në emigracion, por janë pajisur me letra të shteteve të ndryshme, dhe në diskutime që pata me to, do më thëmë për secilin nga ata shkonte diku te 200 pound udhëtimi, fjetja edhe bileta e ndeshjes për ta parë ndeshjen në Wembley kundër Anglisë. Ndërkohë që nëse marrim për shembull ndeshjen e fundit të Shqipërisë, biletat varionin nga 4.000 lekë të reja deri në 20.000 lekë të reja. Gjë që nuk më korespondon mbi të gjitha stadiumi absolutisht. Pra, nëse do marrim krahasueshmëri Wembleyn me stadiumin ton, jemi nata me ditën, kështu që më duket jashtë çfarë do lloj norme. Bëjnë të krahasimin që Wembley është diku 60 apo mos më shumë vende dhe le të themi që bilet për ta mbushur duhet të kemi biletat në low cost. Një dipur anglezë mund të ndjekin ndeshjen. Hajde, ti trajneri që ende ke mbetur në tentativë. Unë gjithmonë do vazhdoj të jem edhe kritik. Po sigurisht pra kë do thrasi në port. Më kritik jam për këto padrejtësi që... Kë do rreshtojnë në port për sa i përket një në port po tjetë për meritokraci, absolutisht për minutazhin dhe për performancën Kastratin. Unë tjetër pastaj që Strakosha është deklaruar. Strakosha... Unë them jo, këtë doje ti, ka mendon që do të thrasaj. Strakosha ka qenë gjithmonë, le të themi... Zgjedhja e parë. Zgjedhja e parë, sidomos tani që nuk është edhe Berisha. Se dua edhe një koment për Anglin. Tani që nuk është Berisha, Strakosha ka përshtypjen, po. Balliu nga e djathta. Po më thuaj 4 mbrojtësat. Balliu nga e djathta, Ismaili, Gjimshiti edhe Ali, po të them. Kjo është katë që unë do provoja Ajeti Gjimshiti, gjithmonë kam qenë fan si Ajetit, nga krahët, Balliu dhe Nasser Ali. Mes fusha. I ka të detyruar krahët. Mes fusha besoj Aslani me Qazim Laçin edhe njëri midis, do thoja njëri midis Bajramit edhe Ramadanit. Është mes fusha tipike e jonë, apo? Me 3 mbrojtës? Po 4-3-3, 4 mbrojtësa, 3 mes fushorë dhe 3 sulmues. Kam idenë që nuk do të ketë ndryshime, do të luaj Laçi, Ramadani dhe Aslani, unë personalisht do të alija Ramadanin në stol, pa u ndikuar në ato që kam pasur një letemi tonza kritika ndaj tij. Nësur mbroja është i pa diskutueshëm do të ishte për mua. Do të preferoja Bajramin dhe Asani. Që në nisje mendon me situatën e tij? Nëse stafi e konfirmon, mos u çudisni të jetë titullar. Unë mendoj ndryshe, unë mendoj që Broja mund ta nisë nga stoli dhe të marrë pak minuta në fundin e ndeshjes, se nuk i ka minutat në këmbë. Do luaj me Manaj në qendër të sulmit, mbështetur nga Asani, që është një lojtar i cili nuk ka zëvendësues sa i përket lojtarëve që ka thritur Silvinho. Dhe mos u çudisni që në krahun e djathtë luaj edhe Arber Hoxha. Me një balotazh midis Arber Hoxhës edhe Muçit, nuk e di se kush mund të jetë. Broja është një njëri e mirë e anglezëve. Jo, e kuptoj, po thjesht unë nuk po e vënë dyshim Brojën, thjesht situatën në cilën ndodhet Broja. Po shikoj, janë shumë faktorë, mund të bazohet edhe kjo që është një njohës i mirë i kampionatit. Ne mori shumë pak në fund, domethënë. Dhe duke parë që janë lojtar fizik, anglezët duan një shpërthys përballë. Tani shumë shkurt, vetëm nga 1 minutë keni për Anglinë, cilat janë risit nëse ka të kombëtares angleze? Ka pasur shumë.